Temperaturat e ulta dhe ajri i thatë i dimrit ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e lëkurës, duke shkaktuar tharje, irritime dhe në shumë raste përkeqësim të akneve. Mjekja dermatologe Dorina Hajro paralajmëron se gjatë kësaj stine lëkura pëson ndryshime të natyrshme, ndaj kërkon një rutinë të përshtatur kujdesi. Lëkura ndryshon gjatë stinës së dimrit dhe ne duhet jemi të kujdesshëm që të përshtasim një rutinë në varësi të stinës, që do të thotë, larësi duhet jetë një larës delikat, të mos jetë shumë i ashpër dhe të ketë shumë acide në brendësi, në mënyrë që të mos e zhveshi lëkurën edhe nga ato yndyrnat e nevojshme, që ne na ndihmojnë për të patur një barierë intakte. Kremi hidratant duhet jetë pak më i plot, të ketë disa ingredientë acid hialuranik, glicerin, në mënyrë që të krijojë një barierë mes nesh dhe ambientit të jashtëm. Dhe mirë do ishte që në rutinë të shtohen edhe disa serume që lëkura të jetë edhe më e mbrojtur dhe më e hidratuar. Mjekja thotë se ndryshimet e temperaturës prekin jo vetëm fytyrën, por edhe trupin, ku tharja dhe irritimet bëhen më të shpeshta gjatë kësaj periudhe, ndërsa rekomandohet që dushi të jetë i shkurtër dhe me ujë të vakët. Ashtu sikurse i ndjejmë ndryshimet në lëkurën e fytyrës, edhe lëkura e trupit i ndjen ndryshimet e temperaturave dhe fillon shfaq ato shenjat e vuajtjes, pra tharjen, irritimet, djegjen, skuqjen. Duhet jemi të kujdesshëm që të përdorim rroba të lehta, rroba që nuk krijojnë irritim dhe fërkim në lëkurë. Duhet që trupi të hidratohet dhe zakonisht gjatë stinës së dimrit ne kemi dhe tendencën që dhe dushin ta zgjasim pak më shumë dhe të jetë uji pak më i nxehtë. Duhet që dushi të jetë i shpejtë me ujë të vakët dhe menjëherë pa qenë lëkura plotësisht 100% e thatë, ne ta aplikojmë kremin hidratant në mënyrë që nivelin e ujit, pra lagështinë që i duhet trupit, ne ta bllokojmë në brendësi të lëkurës me një krem hidratant. Specialistët apelojnë që kujdesi për lëkurën të mos neglizhohet gjatë dimrit, pasi një rutinë e përshtatur sipas stinës ndihmon në ruajtjen e një lëkure të shëndetshme.